Nga janari i këtij viti nis zbatimi i sistemit të sigurimit të detyrueshëm në transportin rrugor, i parashikuar nga ligji miratuar në vitin 2021. Ky mekanizëm, i cili do të zbatohet nga kompanitë e sigurimeve, synon që të sjellë një ndikim pozitiv në menaxhimin e riskut dhe në shpërndarjen e kostove të sigurimit. Ekspertët e sigurisë rrugore shpjegojnë se ky sistem do të funksionojë mbi parimin e përgjegjësimisë individuale. Kështu penalitetet do të aplikohen vetëm për drejtuesit që kryejnë kundravajtje, duke e lidhur direkt çmimin e sigurimit me historikun personal të aksidenteve. Ligji parashikon që kompanitë e sigurimeve, gjatë rinovimit të policës, duhet i dorëzojnë drejtuesit një formular të detajuar që përmban historikun e tij, sa herë është përfshirë në aksidente, nëse incidentet kanë shkaktuar dëme materiale apo dëme shëndetësore, si dhe nivelin e riskut që ai paraqet në qarkullim. Përfitimet më të mëdha nga ky sistem do t'i kenë drejtuesit që nuk kanë qenë të përfshirë në aksidente. Ata do të përballen me një ulje të ndjeshme të shumës së sigurimit, duke u stimuluar kështu drejtimi i kujdesshëm dhe respektimi i rregullave të qarkullimit. Reforma synon të krijojë një model më të drejtë dhe më transparent sigurimi, ku secili drejtues paguan sipas rrezikshmërisë reale që paraqet në rrugë.